Në trapezin dy brinjeshëm, baza e madhe është 3 metra, brinja anësore 1 metër dhe kendi ndërmjet tyre 60 gradë. Pra kemi trapezin ABCD, një trapez dy brinjeshëm ky. Gjatësia e bazës së madhe është 3 metra, ndërkohë kemi brinjën anësore me një gjatësi 1 metër, por meqense në një trapez dy brinjeshëm brinjët anësore kanë gjatësi të barabartë, atëherë 1 metër do të jetë gjatësia e secilës prej brinjëve anësore. Na thuhet që kendi ndërmjet bazës së madhe dhe brinjës anësore është 60 gradë. Kemi dy kende të tillë, pra kende që formohen nga baza e madhe dhe brinja anësore, dhe meqense trapezi është dy brinjeshëm, të dy këta kende janë kongruente, pra secili prej tyre do ta ketë masën 60 gradë. Kërkohet të gjendet baza e vogël e trapezit, pra duam të gjejmë gjatësinë e DC-s. Nga kulmet C dhe D ndërtojmë dy pingule mbi bazën AB dhe po i emërtojmë DE dhe CF. Këto dy pingule na krijojnë 2-3 kendsha, të cilët janë në këndrejt dhe kanë edhe nga një kend me masë 60 gradë. Pra mund të llogaritim për secilin prej tyre masën e kendit të tretë, që për situatën tonë do të jetë 30 gradë. Pra kemi 2-3 kendsha këndrejt që kanë nga një kend 30 gradë dhe dihet që kateti që ndodhet përballë kendit 30 gradë ka një gjatësi të barabartë me gjysmën e gjatësisë së hipotenuzës. Pra AE-ja dhe BF-ja do të kenë një gjatësi prej 0,5 metra. Kështu, duke patur parasysh që AB-ja është 3 metra, AE-ja 0,5 dhe BF-ja 0,5, mund të përcaktojmë gjatësinë e segmentit F, që për rastin ton do të dalë 2 metra. Mëtej, shqyrtojmë 4 kendshin F, C, D, E. Te ky 4 kendësh kemi DC-n paralele me F, për arsye se F-ja i takon bazës së madhe të trapezit, ndërsa DC-ja është vetë baza e vogël. Gjithashtu, CF-ja dhe D-ja, duke qenë pingule mbi të njëjtën brinjë të trapezit, do të jenë paralele me njëra tjetrën. Pra, në këtë mënyrë kemi një paralelizëm midis brinjëve të kundërta të 4 kendshve që po shqyrtojmë. Si rezultat, ky do të jetë paralelogram. Dhe dim që brinjët e kundërta të paralelogramit kanë gjatësi të njëjtë, pra DC-ja do të ketë një gjatësi të barabartë me atë të FS, kështu që mbetet që gjatësia e DC-s që përfaqëson dhe bazën e vogël të trapezit do të jetë 2 metër. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi me autor Edmond Luria dhe Neritan Babamusta.